Se macet e zeza konsiderohen si simboli i fatit të keq. Macja e zezë historikisht ka qenë simboli i Halloweenit dhe për njerëzit supersticioz në shumë kultura është perceptuar si një shenjë që paralajmëron se diçka e keqe do të ndodhë. Në një studim të kryer së fundmi, ekspertët analizuan pse njerëzit i kanë frikë macet e zeza. Në mendjen e shumë prej nesh, ato portretizohen si dhe pikërisht figurat me ngjyrat e tyre i bëjnë ato të jenë edhe më supersticioze, kështu si e bardha ose ngjyrat që kanë dritë lidhje me ndjesin më të keqe mund të krijojnë edhe këto konfidenca. Studimet tregojnë se ka edhe qëndrime negative ndërkulturore që lidhen me ngjyrën e errët të lëkurës, kur njerëzit me lëkurë të errët shpesh shikonin më shumë negativitet në kujdesin e tyre. Një nga përfundimet e studimit është se macet e zeza lidhen me besime fetare që e lidhin ngjyrën e zezë me të keqen. Të tjerat kanë besime historikisht se fati i keq lidhet pikërisht me këtë lloj të maces.